Banka e Shqipërisë ka kërkuar bankave të nivelit të dytë të ndalin vlerën rritëse të kredive me problem. Sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani, është e rëndësishme që bankat të ekzekutojnë kolateralët, ose thënë ndryshe të sekuestrojnë pasuritë e lëna peng për kredit. I pranishëm në konferencën e organizuar në kuadrin e binjakëzimit me Bankën e Italisë, zoti Fullani tha se bankat duhet të jenë të kujdesshme për të dhënë kredi sa më cilësore. Është e nevojshme që disa përmirësime në kuadrin ligjor dhe regulativ, siç janë tashmë të identifikuara nga grupet e përbashkëta të punës me industrinë bankare, të implementohen dhe zbatohen me korrektësi në mënyrë që kolateralit të fitohet vlera e tij optimale. Industria bankare duhet të dëshmojë se është aktive në trajtimin e kredive me probleme dhe çlirimin e burimeve në bilanc për mbështetjen e mëtejshme të veprimtarisë saj. Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Bankave ofroi disa zgjidhje për ekzekutimin e kolateralit. Sipas tij është e rëndësishme që të liberalizohen tarifat që përmbaruesit privat aplikojnë në rastin e sekuestrimit të një prone, duke e nxitur atë që të çojë deri në fund procesin. E rëndësishme është të shtohet një raund i tretë në procedurat e ankandeve që zhvillohen nga zyrat e përmbarimit, ku përveç dy të parëve në të tretin pasuritë e lëna peng të ofrohen me vlerën e tregut. Po ashtu do të konsideroja si zgjidhje liberalizimin e tarifave që përdoren nga përmbaruesit privat. Deri tani përdoren çmimet e vendosura me ligj, por do të ishte zgjidhje që këto tarifa të aplikohen në mënyra të pavarura, që të nxjisë procesin që drejtohen nga përmbaruesit privat. Duke folur për ecurinë e ekonomisë shqiptare, guvernatori Fullani tha se Shqipëria po i reziston krizës ekonomike që vjen nga eurozona, kryesisht nga dy vendet fqinje, Greqia dhe Italia, që janë partner kryesor të Shqipërisë në marrëdhënie tregtare. Në saj të marrjes në kohë të masave për kontrollin e rreziqeve të kredisë, të kapitalit dhe të likuiditetit, ekonomia shqiptare i ka rezistuar me sukses goditjes së ardhur nga tregjet financiare botërore dhe tashmë paraqet një stabilitet financiar të konsoliduar dhe me një sistem bankar të aftë për të bërë detyrën e tij në mbështetje të ekonomisë me kredi bankar.